edhe me djellë sot mirëmëngjes gjithë dhe mirë se vini në Wake Up ka ndru komplet faqe libri moti. Nga paqëndrueshmëria që na thoshte Rezi me çadrat që edhe ne I thoshte po herë na duheshin, herë s'na duheshin. Tani duket se vendosin një herë mirë çadrat aty ku duhet, aty ku I dini ju, te vendi, aty ku I mbani. Pse? Se s'ka më shi. Shqyrë arritëm kësaj dite me tjellë, mirëmëngjes. Shpresojmë ta shijoni edhe shijoni këtë zgjimin që secili e ka personale, ka të ndryshëm, dikush me ritëm, dikush pa ritëm, dikush zgjuhet shumë kollaj, dikush me vështirësi. Megjithatë ka nisur një ditë e re, një enjë të re që shpresojmë të jetë e bukur dhe e mbar për ju. Okej, Rezi mirëmëngjes, na tregon më shumë detaje për motin sot. Dita duket e mirë që mëngjes, si shton me diell. Mirëmëngjes Rezi. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes Jena. Po, është vërtet sot ka ndryshuar pra kushtet atmosferike, ka nisur dita me diell qysh në mëngjes dhe do të vijoj thuajse kështu gjatë gjithë ditës në të gjithë territorin e Shqipërisë. Okej. Po, le të jeni po investim të shpejt, një analist çfarë po ndodh në Europë dhe çfarë do sjell sot në Shqipëri dhe në Kosovë, për tashmë pjesa gadishulli Ballkanit po ndikohet nga presioni I lartë atmosferik, tashmë shfuqizuar dhe në pjesën lindore të saj dhe kjo mund të vihet e qartë dhe nga pamja satelitore ku kemi një motë të kthjellët. Ndërsa ndryshe paraqitet situata pra si një qendër tjetër depresive, pra presioni ulët e cila është pozicionuar në Atlantik, kjo mbas shpatullave të mia duket sistemi vranësirave I cila ka prekur pjesën tjetër të Europës Perëndimore, pra Francën dhe pjesën e Europës Perëndimore, e cila gradualisht do të afrohet por në ditët e ardhshme. Ndërsa Shqipëria sot, pra këtë mëngjes ka nisur me një mëngjes të kthjellët në të gjithë territorin e saj. Por gradualisht në orën e vijim parashikohet të kemi si pasojë e masave më të nxehta të cilat sot do të depërtojnë pra nga pjesa e veriore e Afrikës, do të sjelli sistemin e vranësirë, pasi dhe lagështira do të jetë e lartë në ajër. Do të ketë prani të mjegullës. Përsa I përket temperaturave, ato sot në mëngjes janë regjistruar, ka mësuar një rënje të lehtë në zonat malore, 7 gradë vlera me ulët në qytetin e Korçës, ndërsa vlera me lartë rezulton në mëngjes 14 gradë në zonat e Urda dhe Bregdet. Por dita sot, edhe pse do të kemi praninë e vranësirave, do të kemi një rritje të ndjeshme, pasi pra e kemi theksuar edhe ditë më parë që do të jetë të vale pare të nxehtit e cila do të prekë Europën juglindore, por edhe territorin e Shqipërisë. Sot parashikohet në zonat malore të regjistrohet deri 25 gradë, ndërsa në zonat e Urda dhe Bregdet maksimumi sot parashikohet të jetë 27 gradë Celsius, pra do të jetë dhe një ditë relativisht e ngrohtë. Por edhe Kosova po ndikohet tashmë nga masat ajrore të qëndrueshme, qendra e presionit uri do të spostuar në Europën Verilandore, do të kemi pra, siç mund ta vëmë edhe nga grafika, një Kosovë kryesisht të kthjellët dhe praninë e vranësirave të pakta. Edhe në Kosovë sot do të kenë një rritje të ndjeshme të temperaturave, kur maksimumi do të jetë 23 gradë Celsius. Por edhe për ditën e nesër, pra dita e premte parashikohet e këtij maji do të jetë dhe një dita më e nxehtë, pasi nesër do të kemi dhe si pasojë e masave të nxehta afrikane, do të kemi dhe parashikohet të afrohet dhe rëra sahariane, e cila nesër në orët e para të mëngjesit do të jetë dhe me vranësira të dendura, të cilat mund të perceptojnë dhe rreshtje të pakta, por do të jenë në orët e para pas orës 00, ndërsa dita do të jetë me një motë të qëndrueshëm me kthjellime, por e theksoj si pasojë e masave të nxehta që do të vinë nga Afrika, do të sillë dhe rërën sahariane dhe do të jetë dhe pra do të mbulohet pra me prania e rërës do të sillë dhe këtë ajrin e ndotur, le të themi, por dhe nesër parashikohet që temperatura, edhe pse do të jetë prania e vranësirave në jug të vendit, t'i kalojë mbi 30 gradë Celsius, pra do të jetë një ditë e nxehtë. Edhe zonat malore, pra si qyteti Kuksi do të jetë qyteti më I nxehtë, 26-27 gradë Celsius. Era do të jetë kryesisht, do të kemi dhe një desifikim të erës, po era do të jetë e ngrohtë jugore, e cila kjo do ta sillte rërën sahariane me një shpejtësi mbi 15 metra për sekond, kryesisht në brigjet e Adriatiku dhe të detit Jonit, ku dhe vallëzimi do të jetë relativisht më I lartë deri në 4-5 ballë në det të hapur. Bashkë ndalim këtu dhe për ditën e sotme, ju uroj një ditë të mbar. Mirë Rezi, faleminderit. Faleminderit Rezi, ditë të mbar edhe ty. Ky është e modi. Tash në jetë I kemi gjithë, edhe të mirë dhe të këqij, s'kemi çfarë të bëjmë. Kështu është. Dëgjoni Vasco Rossi me Boneo Cattivi, Isli ka zgjedhur mëngjes rock për sot. Dëgjoni. Është momenti tani që të merrem me titujt kryesor të gazetave, filloj me Panoramën. Janë këtë enjtë çfarë mund të lexoni tek Panorama, emrat e pronarëve, fatura $180 milion, fatet për dosjet e vitit 1995, tabela me emrat dhe faturën e kompensimit për 6.838 pronarët, afatet e aplikimit për kompensim dhe fatura që arrin $180 milion. Prej faqes 17 deri në faqe 20 e lexoni tek Panorama. Ndërkohë, arrestuohet mësuesi, nëna e 14 vjeçares, si e zbulova që mangacmonte vajzën ngjarja në shkollën e Kasharit, SMS-t për mësuesin 64 vjeçar.
në faqe 6 dhe 7 e lexoni tek Panorama. Ndërkohë, Basha listat në KQZ të palishme, Partia Demokratike në kolegj zgjedhor për të rrëzuar 18 qershorin, Vasili zgjedhjet mund të shtyhen. Marrëveshja e studentëve të Luarasit, cilët do të kryejnë internshipe në sektorin bankar, në faqen 8 lexoni më shumë. Durrës vetvritet me armën e punës policia 23 vjeçarin, në faqen 11. Ndërkohë arrestimi i miftarajt për kanosje Kadare i del në krah Vlautinit, gati t'ju kërkojnë ndjes në gjunjë. Prokuroria liron opinionistin pas ndalimit nga policia për shkrimin kundër ambasadores, letra e shkrimtarit, në faqen 5 tek Panorama. Më 13 maj, Rama si artist në Bienalin e Venecias, si do të prezantohet Shqipëria, në faqen 21. Emrat Fondacioni Semalisa fituesve të medreseve në faqen 13 për ata që interesojnë tek Panorama, ndërkohë 3 opinionet janë: i pari për protestën e 13 majit, fugën dhe lubonjen nga Gronjek Markaj, opinioni i dytë kufi nën lëkur nga Gimbaçi dhe opinioni i tretë triptik ballkanik, rajoni ku politika sfidon ekonominë, nga Enio Civici në faqen 14. Kjo është e Gazeta Panorama në këtë të enjte, pam kështu bashkë titujt kryesorë të saj, tek se kalim tek Gazeta Shqiptare tani. Gazeta Shqiptare ka si kryer artikull fshirja e taksave të makinave ja formulari, lista me targa dhe llojet automjeteve që do dalin nga qarkullimi. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor publikon procedurat dhe dokumentet që duhet plotësojnë pronarët e mjeteve për të përfituar nga ligji i faljes. Lexoni në faqen 7 dhe 8. Nga Blendi Fevziu, ky shtet ka 2 standarde, ja përse. Opinioni i parë dhe i dyti nga Januz Kuçuku. Politika ku po e çon Shqipërinë. Lista me emrat në gjithë vendin, aplikuesit e vitit 1995, 6.800 pronarët që kompensohen. Kush evidenton të meta në vlerësimin financiar të ankimojë brenda 6 muajsh, prej faqes 10 deri në faqen 13 tek Gazeta Shqiptare. Takimet kongresmenët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë për zgjedhjen e ngërçit politik. Në Kosovë, mocion mosbesimi rrëzohet qeveria, zgjedhje më 18 qershor, flet Mustafa. Nga ATP-ja, statusi çdo proni në Fier Lushnjë Mallakastër janë 24.000 dosjet. Intervista Florida Kërpaçi, LSI-ja, Partia e Rinjve të parët në zgjedhje. Vjeri monster ma masakroi motrën me sëpat, vllai i viktimës Vera u martua me djalin e vrasësit, historia Tonjaku, ai e rritë barbarisht e nxori nga shtëpia me vajzën 1 vjeçe. Ndërkohë lirohet gazetari Kadare, letër Vlautinit, jam i tronditur nga fyerjet, në faqen 3 tek Gazeta Shqiptare. Ne kështu pam titujt kryesorë të kësaj përditshme ishte Gazeta Shqiptare në këtë të enjte. Do të shkojmë tani bashkë tek gazetashqiptaria.com, lexojmë aty betejë ligjore, Partia Demokratike i kërkon Gjinxhonit rrëzimin e zgjedhjeve. PD-ja pa di në kolegjin zgjedhor për çregjistrimin e listave të kandidatëve për deputet, kërcënon Basha, nëse nuk pranohet kërkesa, kolegjin do ta marrë populli përpara. Do shkojmë në pjesën e sipërme të shqiptare.com, lexojmë titujt aty: kush përfiton statusin aftëtarit, ja si jepen dëshmit, qeveria miratoi aktet nënligjore që sigurojnë zbatimin faktik. Nga dokumentet e vitit 1947, ka zëra se baba Fajen e baba Fejzon i ka vrarë qeveria, faqen 20 dhe 21. Lista me emrat, njësimi 400 studentët që ju njihen diplomat, të rinj të tërheqin diplomat, ja se kryet procedura online. Vet asgjësimi i Partisë Demokratike brenda apo jashtë procesit politik, nga Ilir Dhima, analizë e ditës. Sa i takon ngërçit politik, Kongresi SHBA-ve sjell përfaqësi me 6 anëtarë në Tiranë, kongresmenët takim 90 minuta me Bashën, takojnë Ilir Metën dhe Bujar Nishanin. Ishte meluesi i Partisë Demokratike bojkoti, Blendi Gonxha, Partia Demokratike para një akrobacie të rrezikshme. Zgjedhjet parakohshme, rrëzohet qeveria e Kosovës, PDK-ja ikën nga koalicioni. Dhe presidenca amerikane, shkarkimi shefit FBI-s nga Trump, përsëritje e skandalit të Watergate. Në faqen 14 e gazetashqiptare.com, kjo është e faqja e saj e parë, pam kështu bashkë titujt kryesor që mund të lexoni në këtë të enjte. Radhës është Gazeta Shekulli, shkojmë aty. Pronat rrëzohen 2600 vendime, kompensimi ATP-ja nga 6800 kërkesa depozituara, spranon një numër të konsiderueshëm aplikimesh. Dosjet e vitit 95, ku gabuan ishpronarët në dokumentet e tyre dhe rruga që do të ndiqet, ja formula e përfitimit fituesve nga vendimi i ATP-s për të marrë kompensimin e shpejt financiar apo fizik, në faqen 17. Kreu i LSI-s Vasili, shtyrja e zgjedhjeve në tetor nuk është tabu, ja shanset për Bashën. Një tjetër çështje, kriza e duhanit, kultivuesit e Dumres kemi pa marrë 150 milion lek.
Prej 2 vitesh, 1512 fermerët po hasin pengesa serioze në mbledhjen e parave për mallin e shitur në Greqi, ata i bëjnë apel shtetit që të ndërhyjë. Ndërkohë në Tiranë, konflikti për një tub uji që llojet për vdekjen 27 vjeçari, ngjarja e ndodhi në periferitë kryeqytetit. Policia arreston 28 vjeçarin Vladimir Luli, i cili mori jetën Altin Kodrës si ngulithikën pas sherrit në faqen 2. Ndërkohë në Kosovë rrëzohet Mustafa më 18 qershor zgjedhje të reja. Tek shekullin e këtë të enjte lexoni gjithashtu edhe intervistën e Koço Kokdhimës, baza e Partisë Socialiste e tradhuar nga Rama, punoi për pushtetin e tij. Unë i qëndrova besnik idealeve të majta të socialistëve të bazës. Kokdhima shpalos projektin politik për të bërë kryeministër i Shqipërisë, prej faqes 4 deri në faqen 7. Në Sarand, atentati 8 ndaj Rudin Axhiajt, pronari i diskos Ekuador, në faqen 14 dhe miratohet statusi i naftëtarit, si ndryshojnë pagat dhe pensionet. Qeveria rreth 5.000 persona priten që të përfitojnë nga vendimi, ndërsa 2.000 të tjerë të përfitojnë pension, në faqen 16 tek Gazeta Shekulli. Dhe ne pas Shekullit shkojmë tek Mapo pa humbur kohë. Mapo shkruan listat, opozita në kolegj, çfarë ndodh nëse pranohet kërkesa. Kolegji zgjedhor është shansi i fundit i opozitës për të pamundsuar ligjërisht zgjedhjet e 18 qershorit. Argumenti thelbësor që PAA-ja kanë ankesë lidhet me përllogaritin e ditës fundit për dorëzimin e listave që sipas saj është 28 prill dhe jo 29, ditë kur u depozituan zyrtarisht emrat e kandidatëve në KQZ. Arkeologjistë zbulojnë rënojat e një vendbanimi të hershëm në Korçë. Në Kosovë bie qeveria zgjedhjet parakohshme më 18 qershor. Grabitja në Rinas, lirohen policët privat të grupit shoqërimit në faqen 4. SBA dhe Gjermani, negociatorët e huaj për pjekjet e fundit për zgjidhjen e krizës. Një delegacion prej 7 kongresmenësh amerikan dhe një deputet gjerman i CDU-s vijojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje politike para mbritjes në Tiranë të Hoyt Brian II. Ambasadori italian, Shqipëria një vend nën monitorim, në faqen 4. Editoriali faqes 7 nga Ervisi Ljazaj në këtë të enjte titullohet Macron fitori e reformizmit mbi populizmin. Koment kriza dhe aga i katunit politik, nga Armand Shkollaku, dhe komenti faqes 6, rilindja përpiqet më kote mëroj një opozit, nga Elena Qirici, lexoni në faqet e brendshme. Sikurse lexoni dhe këtë shkrim të fundit që shohim nga Mapo bashk, kërcënimi për ambasadoren, kadrej letër Vlautinit, do t'isha gati të kërkoja ndjes në gjunjë, në faqen 2, e lexoni të plot. Dhe pas Mapos është radha e temës, Basha kërkon të bllokojë 18 qershorin me Gjin Gjonin, skenar që Partia Demokratike të futet në zgjedhje. Në faqet 4 dhe 5, shoqëruar edhe nga kjo foto, kjo është faqja e parë e gazetës Tema. Po i thash komunist, Bashkim Kopliku i përgjigjet Bujar Nishanit në faqen 7. Dhe letra Ismail Kadares, ku i shkruan Romana Vlautinit, jam i trunditur në faqen 6. Nga Merobaze, Shqipëria antiperëndimore që po ngrihet, është editoriali ditës nga Merobaze. Mëtej Lorenz Vangeli shkruan dilema e Bashës, Odise me vot apo Akil me shpat. Ardian Dreca, Gogoli Vetingut në faqen 9 dhe Spartak Ngjela, amerikanët zbisedojnë me barbarët e çadrave, kanë vetëm gjuhën e forcës ndaj tyre. Rrëfimi i jashtëzakonshëm i ish-ministrit grek të pathënat për Shqipërinë, Kosovën dhe mitin e vllazërisë serbo-greke. Ndalohet dhe më pas lirohet kastriot Miftaraj, kërkoi vrasjen e ambasadores së Bashkimit Evropian në Tiranë. Artan Hoxha, grupet vogla po stërviten nga ish-drejtues të policisë së shtetit të Partisë Demokratike për protestën e së shtunës, në faqen 6 tek Gazeta Tema. Pas së cilës, ne do të shkojmë tani tek titulli kryesor të gazetës Koha Jon, e cila hapet me titullin Fati zgjedhjeve në dorën e Dukës. Nëse kolegji merr vendim pro, juridikisht shtyhet data e zgjedhjeve të 18 qershorit. Kryetari i PAA, Sagron Duka, kërkon në kolegjin zgjedhor regjistrimin e listave të kandidatëve për deputet për te kalimin e afateve ligjore. Lexoni më shumë në faqen 3 rreth kësaj çështje. Basha informon kongresmenët e SBA-ve për kanabisin dhe rrezikun e vjedhjes së zgjedhjeve, një tjetër shkrim ky. Meta me kongresmenët e SBA-ve, Shqipëria mirënjohëse për ndihmën amerikane. Kreu i SBA-s dhe presidenti i Serbisë urojnë Ilir Metën për zgjedhjen e tij si president i vendit. Aktiviteti ministrja Olta Xhaçka në Panajir, lexoni mes tjerash, dhe intervistën e kreut të ri Televizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, i cili flet mbi çështjet ku gabojnë Rama dhe Basha. Ndërkohë, pas Koha Jon është radha e gazetës sportive Panorama Sport, shohim nga sporti çfarë ndodh. Ringjallë Tirana, Kuksi dhe Skënderbeu nuk falin. Bardhe Blud fitojnë pas 5 muajsh, kampionët Inderon James në Durrës, Page heron ndaj flamurtarit, Duro arbitri ishte skandaloz, prej faqes 4 deri në faqen 9 në këto 6 faqe speciale të gazetës Panorama. Mëtej, flet agenti i 3 lojtarëve të Kuksit nuk ofrova para, ja vërteta e bisedës, video skandali, ja se menaxheri ofroi para viles për toleruar ndaj Kuksit.
Partizani ka videon dhe hesht, dyshime për shantazh, reagon Kuksi, veprime personale nuk përfaqësojnë klubin. Zbardhen pjesë të telefonatës së menaxherit shqiptar Drini Çaushi dhe mes fushorit të Partizanit Emiliano Villas, Saferi është i fiksuar për titullin si vjet, ka thënë se për të duan sa të duan për toleruar në fush. Në faqe 2 dhe 3. Në Champions Realin finale Zidane dua të mund Juven. Çmenduri për një bilet, çmimi shkon në 8.000 euro për të parë Juventusin. Mbrojtësi tronditet Bayerni, Javi Martinez thyen këmbën, ndërkohë trajneri Interi Conte dhe Spalletti dy të preferuarit. Takim me Torinon, Milani synon Bellotin, lexoni në faqen 19 dhe barazim ekstrem në Shkodër, tërbohet luftëtari në faqen 10. Për shkuar tani edhe te Gazeta Sport Express, kampionët marshojnë, një gol i James Adenijit, 3 pikë dhe lojë mirë. Skënderbeu kalon bindshëm të utën 1-0 dhe tashmë shën nga finalja e madhe në Kukës, por fillimisht pret Tiranën. Breti Pejic afron titullin, kroati thyen flamurtarin e tashmë titullisht 3 ndeshje larg, vlonjatët nuk marrin sërish pikë në Zeqyri Meri, një makt i vërtet pavarësisht nga loja e mirë. Ndërkohë në kategorinë superiore tensionet e Partizanit kuqt po ndjejnë presionin, Torasa braktis stërvitjen. Aludime për Ryshfeti, akuzuari shpifje, bisedova për merkaton rreth çështjes Partizani Kuksi. Fundi makthi, Tirana me frym 3 pikë në shkretë të tirë dhe gara për vendin e 4, Vllaznia shpëton në shtesë, luftëtarin e masakron gjykimin në faqe 8 dhe 9. Kjo ishte Gazeta Sport Express, ishte përditshmja e fundit që pam edhe në këtë të ende si që bëjmë çdo mëngjes, jodhem një sy bashk titujve kryesor në faqet e para të gazetave. Mirë, shohim edhe kursin e këmbimit. Dollari amerikan ndrohet me 124.2 lek, ka filluar rritjen dollari amerikan nga 123 pikë pak që ishte dje 124 e lartë tani. Ndërkohë euro ndrohet me 134.8, franka zviceriane këmbehet me 123 lek, paundi britanik këmbehet me 160 lek. Ndërkohë ndrimi midis euros dhe dollarit është në këto nivele këtë mëngjes, një dollar këmbehet me 0.91 euro, cent, një euro ndrohet me 1.08 dollar. Ky ishte edhe kursi për këtë mëngjes sipas agjensive ndërkombëtare, ju sapo dëgjuat live në program radio dhe në televizion. Ne qenë tek ndërkombëtarët, por që na kanë ikur, kanë qenë tanët dhe kanë ikur për te kufive dhe mbete një sukses ndërkombëtar me cilën ne krenohemi. Ai është fëmijë emigrantëve shqiptar në New York, i rritur në New York, por gjithë suksesin pastaj e mori në Los Angeles, quhet Albert Stanaj. Pra vjen nga familja Stanajve. Në Amerikanët thrasin Stanaj, do të jetë për herë të parë live dhe ekskluzivisht në finalen e The Voice. Dëgjoni tani me një nga më të bukurat e tij vitin e shkuar, Ain't Love Strange.